Nuk, kjo është një veprim i zonjës të ngarkuar me punë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, që na ka lënë një shije shumë të hidhur. Dhe na ka zgënjur lidhur me çfarë përfaqëson politika amerikane në Shqipëri dhe kë përfaqëson kjo zonjë. Avokat, po zgënjeni shumë amerikanët që kanë ardhur këtu. Kjo po na del tani një jurikim e dytë. Jo, avokat, sepse e çikerënd kjo ndoshta për të bërë krahasime, sepse Zotri, ajo është zyrtare e shtetit të të rëndën e bëri ajo, veprimin e rëndë e bëri ajo që vajti ul në një karrike ngjitur me një person, me një qytetare shqiptare, e cila është e pandehur. Jo e dënuar. Po është e pandehur veç. Pra në kushte normale, në kushte asaj po i kërkohet nga spaku, po i kërkohet atëre dalin shik se po spekulojmë me fjalën e dënuar apo e pa dënuar. Zotëria ajo vërtet është e pa dënuar, por është e pandehur. Pra në kushte normale ajo duhet ishte arrestuar dhe të bëhet ai hetimin e tusi. Dhe ajo nuk do shkoj, të shkon të takoj atëre të rri dhe me atë që thonë me Ilir Metën, të shkon dhe të Lalierës edhe jurikimja vaterinde me Lalierin, kur që këtu jurikimja ambasadore. Tani kjo e njëta situatë për na paraqitet. Zotëri, kjo është ambasadore Amerikës apo është ambasadore e Sorosit, se këtë nuk e di. Avokat, ndoshta mund të jetë në Kurth, nuk e dihet. Kurth? Po nëse ka arritur drejtësia amerikane dhe shteti amerikan që t'i bëj Kurth një çapashul, atëherë Allah dhe pas ajo. Avokat, ju bëri përshtypje që kryeministri nuk i kurseu lëvdatat për kinezët? Kryeministri se ka fshehur ndonjëherë simpatinë e tij për kinezët. Asnjëherë. Po kryeministri me atë që po bën në Tropoj, që do që të vendos ata mullinj eolitik, atje po i bën një krim të jashtëzakonshëm popullit të Tropojës dhe gjithë veriut të Shqipërisë. Sepse ata mullinj eolitik presidenti Trump i ka ndaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kinezët tani na e sjellën aty para do shkojnë në Kinë dhe kusuret i paguan natyra dhe mjedisi i Tropojës. Zotëri, ky është një krim që i bëhet popullit të Tropojës. Unë e them me forcë dhe ta dëgjojnë. Dhe të ngrihet ai bicidol si aty. Ai s'ka folur. E quan akoma veten kryetar të opozitës, që është thjesht një patëicë e Edi Ramës për ta mbajtur Edi Ramën në pushtet, të ngrihet dhe të mbrojë bicidolin se po ja prodhosin me mullit e erës, me mulli eolitik për të prodhuar energji. E çfarë energji do prodhojnë ata? Një vrim ujë. Fare s'ka asnjë vlerë. Jo më zotëri jo, është një shkelje, një përdosje e truallit shqiptar, e tokës shqiptare, e popullit shqiptar. Prandaj ajo zonja të prononcohet, vajti se nuk e dinte apo vajti se deshi shkonte të rritë me balluken. Apo vajti për të na thënë neve që shiko se ballukja ka neve. Se këta i përdorin fotografitë, na i përdorin për të treguar që kemi mbështetjen e tyre. Atëherë do ta marrë të mirë qenë këtë që thonë që bëjnë këta. Se o janë prezantuese fotografitë që bëjnë me amerikanët, o nuk janë, njëra nga të dyja. Se ai Bilali, si e kishte ai gruaja e Bilalit, që vate edhe pagoi 80.000 euro, $80.000 pagoi djera për bërë fotografi, për të bërë ato turp, dhe po na i lë turpet njëri pas tjetrit në derë. Tani na ra dhe kjo zonja atë turpin që po na bën Edi Rama. Avokat, nuk e di, ata besoj duhet i dinë departamentin e shtetit çfarë bëhet këtej. Jo, ke parasysh një gjë, nuk sa shumë. Departamenti i shtetit ka 200.000 në punë, punoj sa 27.000, 260.000, nuk e di. Dhe nga këta 10% ka pastruar ai Donald Trumpi. Kështu që departamenti i shtetit ishte mbushur me soroist, as bëhet fjalë fare. Dhe unë kësaj tremem. Dhe unë këtë mendoj dhe prandaj denoncoj veprimin e zonjës Nancy Horn. Për këtë e denoncoj. Është me Trumpin apo është me Sorosin? Me kë është? Po, marrëdhëniet si janë dukur marrëdhëniet e saj me institucionale me qeverinë, me kryeministrin? Kanë pasur takime të shpeshta, vizitat e saj në kryeministri, në kryesinë e Kuventit ka pasur sot.
një vizitë të saj në kryeministri që mbaj mendon është që ai nuk e priti fare dhe pritën ata në punësat e sallonit atë të shërbimit, të recepcionit, edhe në një 4 minuta dhe iku. Tani nga i doli kjo dashuri e madhe asaj për të vajtur në takimet që bën me Edi Ramën, nuk e kuptoj. E kuptoj shumë mirë, nuk e kuptoj, po s'më pëlqen që po, se ky është veprim, kjo është tradhti në fakt, edhe është tradhti e politikës së presidentit amerikan Donald Trump. Shkurt, sakt, qartë, zonja të prononcohet. Është me Trumpin apo është me Ramën? Po mendoni që nga strukturat andej të tjera, kam fjalën e Departamentit i Shtetit, mund të ketë një reagim për këtë ose për tjerat, për këtë linjë pra? Presëm të ketë reagim. Presëm të ketë. Nëse ajo ka bërë një veprim pa lejen e atyre atje dhe pa miratimin e atyre, që nuk bën vaketa të bëj ajo veprime pa miratimin e atyre, po unë problemin e shoh më të rënd akoma të hidhur, më të tmerrshëm. E shoh që në Amerikë po predominon partia e Sorosit. Kështu e shikoj unë takimin e asaj dhe vajtjen e asaj atje në preherin e zonjës Balluke. Po, avokat, të keq e ka tani, sepse kjo që ndodhi këtu është një paralajmërim për atë që do ndodhë Shtetet e Bashkuara, se më duket do kemi një vizitë të kryeministrit andej, që te nga opozita luten që mos kthehet, por marrëdhëniet mes shteteve janë normale, jemi vend antar i NATO-s. Marrëdhëniet mes shteteve janë mbi baza serioziteti dhe ndershmërie dhe partneriteti. Ndërsa në rastin konkret janë marrëdhënie midis një pjese, një klike që dominon në Departamentin e Shtetit dhe një kuishringu këtu të emëruar nga Sorosi dhe të mbajtur në pushtet me parat e Sorosit. Kjo është. Nuk e shikoni apo e shikoni të suksesshme vizitën që pritet bëj kryeministri në Washington? Vizitën nuk e di se do vej apo s'do vej. Nuk jam i sigurt për atë punë, se s'është thënë gjë zyrtarisht. Bazuar te burimet mediatike që kanë pohuar. Burimet mediatike sot thuhen nëse mohohen. Nuk janë të besueshme, nuk i besoj ato unë. Unë do flas vetëm kur të shikoj që ka ardhur ajo ftesa nga qeveria amerikane për të paraqitur atje. Por një gjë e di mirë që ky kryeministri juaj është juaj jo imi jo. I gjithëve. Juaj po them, unë për përjashtim nuk është kryeministri im, nuk e njoh për kryeministër, se e ka marrë pushtetin me vota të vjedhura. Ka vjedhur, është hajdut. Të gjitha shtetet e kanë njohur rezultatin, avokat. Jo të gjitha shtetet e kanë njohur, s'është e vërtet. Amerika akoma nuk është shprehur për rezultatin. Po ishte në krah. Me ngarkuar me punë ishte në krah të tij, në aktivitet. Kur? Dje? Po. Ja, kthehemi duke diskutuar. Ajo me kë është? Ajo kë përfaqëson?